Popullsia e Shqipërisë sipas Institutit të Statistikave më 1 janar 2025 rezultoi me 2.36 milion banor, 1.2% më pak krahasuar me janarin e vitit 2024. Rënja e popullsisë është rezultati i dy komponentëve kryesor demografik. Shtesës natyrore që për vitin 2024 ishte pozitive me 1.208 lindje më shumë se vdekje dhe migracionit neto i cili mbeti negativ me minus 28.836 persona. Raporti gjinor në lindje u rrit nga 106.8 në vitin 2023 në 107.8 në vitin 2024. Plakja e popullsisë është një tjetër tregues shqetësues. Mosha mesatare është rritur nga 43.5 vjeç në 2024 në 44.3 vjeç në fillim të vitit të 2025-s. Për llogaritjet e popullsisë më 1 janar 2025 tregojnë se vetëm qarku i Tiranës shënoi rritje të popullsisë krahasuar me një vit më parë me 0.2%. Uljet më të mëdha të popullsisë u shënua në qarqet Shkodër minus 2.5% dhe Kukës minus 2.3%. Tirana, Fieri dhe Elbasani kanë peshën më të lartë të popullsisë gjithsej. Më 1 janar 2025, Tirana zë rreth 32.2% të popullsisë gjithsej, duke vazhduar të jetë qarku më i populluar i vendit, ndjekur nga qarku i Fierit dhe qarku i Elbasanit me nga 9.9% dhe 9.6% përkatësisht.